Ka shumë pikpyetje zoti kryetar, ardha e këtij ndryshimi ligjor tani shpejt edhe me firmë deputeti. Vetëm para pak vitesh u bën debat i gjerë në Shqipëri me pasaportën e artë, apo jo? Patëm ndërhyrje të drejt për drejt të Bashkimit Evropian, madje dhe kërcënimin e tyre që nëse do të bëhej ajo gjë, mund të ktheheshin vizat. Atëherë u tekalua kjo. Tani kur ne jemi në një proces tjetër, kur kemi hapur gjitha negociatat, pse ne nuk e kalojmë të ndryshime në kuadër të konsultimit me Bashkimin Evropian, përderisa ata kanë dhe staf të zgjeruar tani? Po e bëjmë me firmë deputeti, dhe pse nuk e bëjmë me konsultim të gjerë publik? Se problemi është që të thuash që unë doja pasaporta për interes shtetëror, madhor, dhe këtë vendos kryeministri, thjesht nuk paguajnë lekët, po pasaportën e merr. Pra nuk është çështje që mund kaloj kaq kollaj kjo gjë. Sepse të thuash që na duhet për sportist, artist, për shqiptar nga Kosova. Kjo ka ndodhur më përpara. Problemi ka qenë kjo që për shembull me shqiptarët nga Kosova ne kemi bërë pazar fatkeqësisht. Do ta themi me kriteret që kemi pas për pasaportën. Në mendimin tim ne do të ishim liberal, edhe pse jo ta kishin gjithë shtetësinë. Po ne nuk e dim për shembull sa janë shqiptarë nga Kosova që kanë marrë pasaportën në Shqipëri. Flitet për mira dhe për procese jo transparente si është dhënë pasaporta. Është publike, ja për ja, po si e kanë marrë nuk e dim. Edhe është e madhe. Problemi është kjo, pse e merr njëri nuk e merr tjetri. Pra cili ka qenë kriteri se cili është bërë kjo gjë. Tjetër, pra, problemi është që çështja e dhënies së pasaportës, që do të jetë një diçka edhe e krenarisë kombëtare, nuk mund të bëhet me një ndryshim ligjor të thoshë e di kryeministri këtë gjë. Nuk ka qenë kështu. Nuk ka qenë fare kështu. Dhe kjo është shqetësuese madje. Dhe për aq më tepër që ne përjashtojmë Bashkimin Evropian nga ky proces, kur kemi pasur një konflikt të hapur me Bashkimin Evropian, pikërisht për mënyrën se si ne donim ta jepnim dhënien e pasaportës. Duhet të jemi shumë serioz në këto gjëra, shumë serioz. Se u përmend pak më përpara këtu dhe po unë kam marrë diçka me vete. Një kopje të pasaportës shqiptare në kohën e mbretërisë. Edhe për informacion, pasaporta shqiptare në ato vite ka qenë më e fortë tani. Kjo është një aset kombëtar. Dhe arsyeja është pse disa shkencëtarë të njohur të kohës, kryesisht hebrej, që janë pajisur me pasaportën shqiptare për qëllime humanitare, ku flitet që është dhe Einsteini, por nuk e kemi verifikuar ende zyrtarisht nëse ka marrë Einsteini, por ka shumë shkencëtarë tjerë që e morën pasaportën shqiptare përmes legatave tona në Perëndim, kryesisht në Zvicër, sepse pasaporta shqiptare ishte një pasaport që i vetëm u thoi lirshëm në gjithë botën, por që kishte një respekt të shtuar pikërisht se ishte një shtet serioz. Dhe ndaj kërkoi pasaporta shqiptare dhe nuk apuzohej me këtë gjë. Dhe po të hapësh fletore zyrtare të para vitit 39, nuk para gjenë si në Shqipëri çdo javë, heqje shtetësia apo dhënje shtetësie, se ishte shtet serioz, jo si tani. Dhe problemi është që me këto ndryshime që ju bëni, nuk është e tillë pra. Flitet për interesa shtetërore dhe madhore, pa e ditur çfarë janë këto interesa. Çfarë janë këto interesa? Interesa politike të kryeministrit, që të forcojë disa pozita kryeministri, që ta ketë ai një kartë plus dhënien e pasaportës. Kjo është. Tani, po ja u lexoj, çfarë thoshte pasaporta në pak pika, që e mbante çdo shqiptar me vete, po që e ka mbajtur, pse jo, mund ta ketë mbajtur dhe Einsteini në xhep, ku ka u thuar drejt SBA-ve. Dhe thoshte, ta dish dhe t'jesh i sigurt se fatbarësia dhe lumturia jote gjenden në Shqipëri, e cila t'i jep nderet fal emrin shqiptar. 2. Ruaj mirë karakterin kombëtar, krye nalësinë shqiptare, bindu ligjeve dhe urdhrave të vendit tënd kudo që t'jesh. Çdo shqiptar është vëlla ujt, nderoje kurdo herë dhe ndihmoje kur të ketë nevojë. Mos e përbuz gjuhën e nënës tënde. Tu e fol në gjuhë të huaj kur nuk është nevoja. Ndero flamurin atë dhe u tënd, dhe nëse nuk e nderon shenjën e komshisë, shënderon veten tënde. Dashuria për atë ndihet më tepër në mërgim, ndaj këtë dashuri ruaje edhe kur kthehesh në vendin tënd. Tani ne vim nga kjo traditë shtetërore e jashtëzakonshme, dhe vim në ditët e sotme,
ku çështja e mbajtjes së pasaportës shqiptare po kthehet një lloj pazari. Kjo nuk shkon. Ka dhe shumë çështje tjera që ne meritojmë të diskutojmë. Për shembull është forcimi i mëtejshëm i pasaportës shqiptare, se nuk është aty ku duhet akoma. Edhe pse jemi një vend që u them lirshëm në Schengen, sërish krahasim me shumë vende të rajonit, pasaporta shqiptare konsiderohet më e dobët. Sërish qytetarët shqiptarë hasin probleme kur udhtojnë për vonesat për aeroporte. E keni parë që si rinë me orë të tëra edhe në për aeroportet e Evropës, sepse nuk e kanë atë peshën dhe ndihmën e shtetit shqiptar. Urdhra? Po dakord. Anglezët rinë. Do i qajmë hallin anglezëve tani? Po s'mund t'ja qash hallin anglezëve se pasaporta angleze është nga pasaportat më të fuqishme të botës tani, por rinë anglezët në radhë. Çi keni këto tani? Ku jetoni ju? E shikoni se sa vuajnë shqiptarët akoma apo jo. Tani edhe talleni me këtë histori. Ndaj, unë po tallem. Shikoni pak në raportet e Evropës. Edhe pse udhtojmë në Schengen, rrim në radha të pafund. Rrim në radha të pafund shqiptarët në vendet e Evropës. Ka vende sigurisht që janë vende shumë të përparuara, kanë investuar, por në shumë vende ende shqiptarët nuk trajtohen me dinjitetin që e meriton pasaporta e tyre. E për këtë do ta pranojmë, se ndryshe na gjykon shqiptarët, se na ndjekin këtu. Mos bëni shaka kot në këto gjëra. Pra, po për ndryshimet e kanë, patjetër. Prandaj ka ende pra shumë çështje që meritojnë të diskutojmë në lidhje me pasaportën shqiptare dhe sot vim me një ligj me urgjencë në parlament të ndryshojmë ligjin sepse ka disa halle Edi Rama. Dhe që Edi Rama të zgjidhë këto halle, t'ja lartësojmë punën Edi Ramës, t'ja heqim presidentit, t'ja japim Edi Ramës, që Edi Rama ta bëjmë më shpejt se kush e di ku ka një hall Edi Rama. Kjo nuk shkon. Kjo është përdhosje e shtetit, dakord? Kjo nuk është serioze dhe kjo në mendimin tim nuk është as në një vendi që po kërkon të hyjë në Bashkimin Evropian, as normale, as transparencë dhe as gjë. Sjellim këtu një projekt ligj që përmendim interes shtetëror dhe madhor, pa e specifikuar se çfarë është ky interes. Hajde gjykohet tani. Faleminderit. Po, zonja Gjashka, faleminderit zoti Kapri. Zonja Gjashka. Një pyetje që më lind ndoshta edhe nga diskutimet e kolegëve. Në qoftë se një personalitet i botës artit, i botës sportit, i kulturës, apo cili eksakt, pse do donte të merrte një pasaportë shqiptare nëse pasaporta shqiptare që nga kaq e dobët? Jo për Eraldin, po them në parim, nëse kjo pasaporta jon që nga ashtu siç e përshkruajnë kolegët, do me thonë kush do t'ishte arsyeja për ta? Po jo për tani se nuk është kështu kaq kollaj tani të flasim me slogane. Jo, jemi dakord, po unë mendoj që një nga problemet kryesore që ka pasur, të lutem, ne kalojmë unë të dëgjova me durim, se kanë dhe kolegët të tjerë. Ka mundësi të përfundoj unë pyetjen time? Nuk e kishe me të lutem tani. A ka mundësi, ju lutem? Mendoj edhe si ministre e jashtme që si ish ministre e jashtme që kam parë nga afër disa nga ato raste cilat kanë qenë vërtet personalitete për cilat ne kemi pasur interes shtetëror për t'i pasur pjesë të ekipeve të sportit apo persona dhe njerëz që do ta përfaqësonin më së miri edhe atë pasaportën shqiptare, ka pasur burokraci të jashtëzakonshme, vonesa të jashtëzakonshme që nuk e kanë bërë të mundur marrjen e këtyre pasaportave. Tani konkretisht, si parashikohet ky ndërveprimi mes institucioneve që përfshihen procesin e shtetësisë? Ministria e Brendshme, agjencia që juve po flisnit, Ministria e Brendshme, presidenca dhe institucionet e tjera verifikuese që të shmangen të gjitha këto vonesat edhe mbi vendosjet që kanë qenë problematike jashtëzakonshme në të kaluarën. Dhe e dyta, a ngarkohet një institucion me përgjegjësi, ndoshta agjencia, kur ka vonesa apo mos koordinim? Pra kur ky proces çalon dhe na sjell prap pasojat që kemi parë në të kaluarën, a ka një institucion, agjencia është kjo që e mban këtë përgjegjësi për vonesat, pengesat dhe mos rakordimin mes gjitha institucioneve?
Po, faleminderit zonja Gjashka, po unë mendoj që pikërisht amendimet që i kanë ardhur është eksaktësisht për pyetjen e parë këtë gjë bëjnë, e kupton, domethënë i caktojnë mirë, caktojnë procedurat, megjithatë zoti Balla, një reagim për pyetjen e zonjës Gjashka. Tani, është e drejtë ajo që thot zonja Gjashka edhe për shkak të detyrave që ka mbajtur dhe ka qenë djeni të rasteve kur në këtë iterim procedural mes gjitha institucioneve të përfshira ndodhte që njëri prej tyre vonon, dhe ndërkohë e vërteta është që edhe në rastin e shqyrtimit nga Presidenti i Republikës për sa i përket një dekreti, nuk ka një afat. Pra nuk thuhet që thjesht janë ato afatet e kodit të procedurave administrative, por nuk është ky rasti. Kështu që tani gjëja që keni përpara është pikërisht një reflektim mbi gjithë këtë shqyrtim procedural, që nga momenti i aplikimit tek momenti i shqyrtimit, dhe po ju them, është korrekte kjo ndarja tani më, pra kjo agjencia nuk është një agjenci që harton politika, por kjo është një agjenci jepen kompetenca për të bërë vlerësime. Dhe VKM-ja që do të pasoj pas miratimit të këtij pikërisht do t'i qartësoj të gjitha këto, ndërkohë që mos harroni që i fundit në këtë është Presidenti i Republikës, i cili shprehet përmes një dekreti, dhe këtu jepet dhe përgjigje ndokujt që nuk e njeh shtetin, sepse dekreti i Presidentit të Republikës botohet në fletorën zyrtare. Dhe kush do të verifikojë se kush e ka marrë shtetësinë, ta hapi fletorën zyrtare, të shohë gjitha dekretet. Në faqen e Presidentit publikohen të gjitha, dhe pastaj po doj të ndjeki dhe aktin e fundit që ndodh, është betimi që ndodh në institucionet e qeverisë vendore. Kështu që të gjitha janë publike. Faleminderit, atëre çka se mbyllën me shif. Mbylleni pastaj për procedurë. Nga që tha dhe zonja Gjashka, edhe duke bazuar edhe përgjigjes, që edhe me qenë se dhe doni ta mbyllni shpejt të punë, unë kam një pyetje të fundit. Ronjefet ka pasaportë shqiptare apo jo? E ke fletore zyrtare? Faleminderit. Mirë, atëre me që s'ka nga kolegët diskutime të tjera, kalojmë në procesin e votimit. Kush është dakord në parim me projekt ligjin e paraqitur? Dakord, kundër 2, abstenim s'ka, miratohet. Kalojmë në miratimin nen për nen. Neni 1, kush është dakord? Kundër 1, abstenim s'ka, miratohet. Dhe neni 2, kush është dakord? Kundër 1, abstenim s'ka, miratohet. Dhe e miratohet dhe në tërësi, kush është dakord? Kundër 2, abstenim s'ka, miratohet. Shumë faleminderit, tu mbyllim edhe mbledhjen për ditën e sotme, edhe do ju lajmërojmë për mbledhjen e radhës.